Tash e parë vjeçit ma e kom kryer. A ka zgjidhime të reja? Sot kanë bajt një konsult, me sa janë ndeni, në tregoj timja, shpresoj që ta votojmë, të parlamentari në është me rëndësi. Neve kemi dhënë disa opsione, po s'ka me ndë informatë se atë të ketë me një ndryshim. Këtë thonë se nëse do të jetë një kandidat unifikues e japin votën. Ma shumë s'ka. Saranda Bukujesi pak më herët ka këto dhe tha është propozuar në po pa pyet mu, pa bisedu me mu. Po s'është propozim. Pse kanë jo Saranda Bukujesi? Jo, s'është propozim, na kemi, shqyqoni ne, ajo ka qenë në këtare, edhe kemë pa në uheqet shansa, ka qenë korrekt, kanë bëjt një qëndrëm shumë, pasën të respektushëm, po një zot ishte problem me votu atë, po edhe Shqipja Selimi, pak, shkus edhe në Dauti, edhe Lahija, edhe plot kanë mirësi me Regjen, Kalina, shumë në diskutim, gati rashisht, ne i kemi propozu të dy emra si ndihmesh. Pra nuk janë propozimi ju një realisht, po si musi i kemi rani. E dim që dhe e bën propozimin, nëse i kanë votat, nuk ka problem këndo që e votojnë. Kryetari parlament nuk është çështje politike dhe nuk është dashur me bllokuar konstitucionin e kuvendit. A ka pasur ndonjë ftesë për lëvizjes dhe vendosje për juve si kryetari i AK-s, që për të biseduar apo për të gjetur një zgjidhje gjatë këtyre 48 orëve? Po jo, kishte sot, po këtu është edhe menaxhimi i keq për shembull nga VV-ja. Ata e kanë shtyr seancën, s'kan ndërmarrë asgjë. Vetëm tash një gjysore para seancës, kryesuesi i Dehari i ka ftuar kryetarët e partive, në këtë rast kanë shku timja dhe përfaqësuesit e partive, po nuk është një çështje serioze ndaj kësaj teme. Pra, VV duke ditë që si ka votat, ka mujt para se me dhënë një propozim me u konsultu me partivë, jo me dhënë kandidatin me thonë tani na votoni se s'keni çare. A është do valje pjesë e grupit të parlamentare dhe përfundimisht ai keni ndarë rrugë me Limajn, pasi e keni falje një intervistë me Kelma Goxhan. Tash shfrytëzoj këta përgjigjen e Bekës, si ka thonë çështja e dytë është e parë vjeçit, e kemë dhënë shpjegime shumë, po fitoj mu kthyn te. E dyta është e mirë se arna nuk kemi një marrëveshje, unë i ka ftuar gjithë deputet pa grup parlamentar nga bashkuar. Për zotin Limajn keni folë dje me Kelma pak ma dyshe se që keni folë këto. Jo tash e parë vjeçit ma e kom kryer. A ka zgjidhime të reja? Se më nuk ka një zgjidhime i parë vjeçit, po që keni folë sot ose... Jo, s'ka.